për zgjedhjet, mund të flasim pa fund dhe ka nga gjitha, ka për gjithë, që është e vërtetë, ka me fol keq, ka me fol shumë keq, ka me fol pak mirë, ka dhe me fol... Po përpishemi të jemi sa më objektiv dhe të vërteta shmë tepër që po bëjmë për mbledhjen e fund vitit. Edhe konkluzionet ose bejotirit tilla janë, nuk janë vetëm një ngjyrë, japin edhe aspekte keqezën e lavdrojnë, spakun e lavdrojnë, zgjedhjet konkursi e lavdrojnë. Paka shumë darjen e minutazhit në media e tregojnë si të barabartë për partitë kryesore spaku. Ndërka që është ajo që tha me drejt tha Sulo që në humbja ajo vija që ndante partinë me shtetin. Ajo e rëndë është, absolutisht e rëndë. Shqipëria ka si tradit këte, po kësa radhe ndoshta ranë sy më shumë, por që partia njësohet me shtetin, këtu është një zakon që nga zgjedhjet e 96... Ajo vërtet mund të këtë qenë e trashëguar si sindrom, po është më e konsoliduar duk shumë. Më e konsoliduar se kur rrit 3 mandate në pushtet e vjen e konsolidohet vetë dhe kur s'do ti. Sa më shumë, se duhet, problemi është që Shqipëria duhet kishte bërë rotacion 2021, se 8 vjetë... Zoti e shpëtoj që se bëri. Zoti e shpëtoj, po, mund të thushte, po Zoti nështë edhe dënoj. Nuk e dim, dhe më të mbaroj. E par nga sot, Zoti Vangeli, jam me Zoti Zogaj. E par nga sot. Është e dënuar. E par dhe me sytë e doktorit. Se duhet të shini nga sot, nga fundi i vitit. Sa doktori, po se doktori duhet në gjërzim bashën të shtuar, pra na i thotë dhe unë duke bë analizë politike. Analizë politike. Në rregull, unë them edhe njërë, Zotit në shpëtoj. Se aji ishte faktor elektoral gjithashtu. Nena ka hije që t'i pohojmë gjitha këto, po qëndrojmë për diçka që, si me thëmë, i jep formë kësaj që ndodhi, dhe ka disa gjëra që janë madhore që i japin formë. Pastaj ka shumë detaje që ato s'marrin kur. Ajo që i jep formë, fotografisë elektorale të zgjedhjeve të 2025 është një rritje jo e vogël në numra deputetësh e Partisë Socialiste, por pothuajse minimale, shumë e vogël në kuptimin proporcional. Nuk shtojnë vota Partia Socialiste, më thënë në këto zgjedhje. Shtoj emigrantët. Emigrantët i shtuan dyja palë, sepse... Jo, ata shtuan shumë. Prit prase, po emigrantët ishin për të dyja. Jo, vota e socialiste nga 21-shit, plus emigrantës është me madhë se 2021-shit. Ishte fondi i rezervi tyre që ata e dinin për ditë në zezë. Rikuperimi që bërë me diasporë. Si hyri fare në punë. Vetëm një deputet ka marrë më shumë Partia Socialiste nga emigrantët. Një. Vota e emigrantëve, praktikisht, rëzon gjithë debate që bërë në Shqipëri, sepse fotografon të njëjtin rezultat si në Shqipëri. Më të thellë. Ajo e thelloi diferencë. Pavarësisht u përkthye në një mandat vetë. Po një ka marrë, vetëm një. Domethënë bëhet praktikisht me një mandat. Të lutem, bëhet e pakonsiderueshme. Jo, të lutem. Po si është? Diferencë ky sistem është për dy partitë e mëdha dhe funksionon kur dy partitë janë afër njëra tjetrës. Dhe prandaj thonë Vegjlit na shkatron ne, favorizon këta. Në momentin që ky sistem e para shkëputet shumë nga e dyta, sistemi prishet dhe votat dhe mandatet përkthehen kaq me shumicë, kjo ndodhi, me shumicë për partinë e parë. Dhe votat e diasporës nuk hynë në punë. Jo se nuk hynë në punë, vetëm një mandat, po nuk hynë në punë. Po sepse ishte për të dobet, po të ishte për të më lartë, ata e kishin fondi rezerva të. Një kromozome ndan këtë dynja. Letë qëndrojmë të votat këtu. Personin një me personin dy. Lorenz, bim dakord që votat e diasporës, lëvizëm me një mandat, po i qymë nuk patën ndikim. Po rrim të votat këtu. Dukuria cila është pra që PSE qëndrojnë paka shumë në vend për votat këtu brenda. Po edhe me rënjërënje të lehtë. Me rënjërënje të lehtë, aq më shumë. Por përkthehen në më shumë mandate për shkak të fragmentimit të opozitës. Dukuria këtu që bën mu është rënja drastike e votave që merr Partia Demokratike. Tjerat janë e thamë këtë presh, e thamë një efekte, se the do të them që gjithë. Shqetsoni zotin Sulo kur e përshëndesim këtë fakt. Kemi në një debatërisje, e kemi diskutuar. Du t'i them Lorenci, se nuk e kam me ty. Du t'i them Lorenci që... E keni për ndëshkimin apo shpëtimin? Jo, e kam për një konkluzion që bëri. Lorenci tha që unë kam qenë kundërshtar nga më të vendosurit e djegjes mandateve dhe bojkotimit zgjedhjeve vendore, kam bërë betejë dhe ti di bashkë me ty. E mbaj më të mirë presh. Unë tani kam një kuriozitet të madhë, me kë luftonim atëre, se tani të gjithë, thonë është gafë. Që kanë qenë kundër me djegjes mandateve. Atëre kemi qenë
Po ta them me gjuhën e zhargonit, tek pull që mbronin të idenë, që ka qenë idiot shift, jo tek pull. Se i vjetë mos keni qënë tek pull. Unë i kam dërgu letër Lulzim Bashës për para se sa të mbitë të këshirim. Edhe Zoti Vangeli ka që qenë. është, i kam thënë që kjo së qënë askun, të gjithë ata kanë shkuar me Berihaj, sot u qëndur Shqipëria, sepse është mentaliteti që kanë, dhe më thënë këto formacionet e Partisë Demokratike, që ndjekin atë që bën lideri me Berihaj. Në zoga e shë vërtet ajo që to, Zoti Vangeli, që më vonë kur rrëfyen historit, kujtime dhe nostalgjin, të gjithë kanë që ishin kundër. Jam dakord. Se tani të gjithë dalin me thonë që ishin kundër. Shkojnë që duhet dalë, të gjithë e din këtë gjë, kanë dalë mas pilafit, kanë dalë edhe ne e thamë, pas kush se ka thamë, vëdhe një 2 veta, 3. Kanë qenë këta parashikusit e të shkuarës. E nësë unë s'du të marrë asë një merit, se unë kam ndjerë me dëshprim që për më dalin fjallet. Mire, është merit e ju e mbetur kolateral, është publike. Por të thëmë këtë që në 2021, për shkak të një situatës, për shkak të fushatës, për shkak të një koezioni që u kriju, sepse ata ndrunë mendi një vit para zgjedhjeve. Partia Demokratike, plus LSI-a, thamë dhe herë dhe nuk duhet i ikim kësa në që se do një, ishin vetëm 37.000 vota larkë partisë, dhe me larkë partisë socialistë. Pra, djegja mandateve dhe bojkotën nuk u përkëthye kaq shumë me rezultatin e tyre. Do të thotë që kriza opozitës, kështu si që verifikohet në zgjedhjet e vitit 2025, rënja drastike e opozitës nuk ka më lidhje me bojkotin dhe as me djegjen e mandateve. Nuk ka lidhje me faktorët e tjerë, pra që ka lidhje me prishjen e opozitës. Tash unë s'du me përset një kjo është dhe lidhur me prishjen e opozitës, si derivati saj, pastaj janë pa çuditshëm shumë. Prishët rregullat e lojës smadhe që kanë të bëjnë me Shqipërinë, pastaj u prishën rregullat e lojës me atë gjë në vogël që kanë të bëjnë me partinë. Sali Berishës, kur do të flasit të mamë, të shohet vërtetën, gjithë demokratit. Me thamë që të fitohen zgjedhjet. Hyrin zgjedhje jo për të fitu. Jo për të fitu Shqipërinë, hyrin në zgjedhje për të konsoliduar pushtetin e tij mbi partinë. Hyri për të dalë me një grup besnikësh të cilët i mbrojtje edhe nga vota e partisë dhe nga vota e popullit. Domethënë, kjo marri, kush mendon se do kishte rezultate. E thamë atë drejtja. Çfarë bëri? Mori këtë grupin e besnikëve. Pre që unë i them të dyja, kurse ju futeni vetëm të ata që ato argumentet që i ke pro, zgjedhjet janë bardhëzi, apo jo? Si janë bardhëzi? Jo, ato që thash një pohova, po themi gjë që mund të flasim natë e ditë për ato, dhe asë gjë nuk do ndodhë... Ole, po 30 sekonda për ato, 10 minuta për është legjitime që i keni syzet të ndryshme. Zotë Zoga e Zotë Vangeli shojnë me ngjyra. Ne jemi logjik dhe i parafrojmi. Unë ju shoh si neutrale. Qeveri e sfidon opozita. Opozita ja merë pushtetin, ja merë votat, pushtetin, ja merë dhe pregaditit. Për definicion po? Hynë me një qëllim, që me dal nga këto zgjedhje, me një grup besnikësh që i mendon sikur janë, më dhënë, gardist politike, ku dënë si mund t'i mendosh aty të kështjela jote e vogën, si mund t'i majtë, t'i dalësh qytetarët i thush, o na votoni ne, o vrisni vetën se ne këto jemi, këto do t'jemi, këto do mbesim, as rinovim as gjë. Por më randa për mua është që i mbrojti këto listën e mbyllur, që në Tiranë vetëm një më ka hy nga lista hapur, dhe pak fara nga gjithë Shqipëria, edhe nga vota e partisë, se nuk i futin primari, imagjinoti, i mbrojt edhe nga vota popullore. I mbrojtja ma i kushtuan. Kosto e ishte aty në rezultat. Do shte e parashikueshme, por e kishte. Po si do të vje kosto kur shkon të bën liq patricet dhe plebejt. Dhe me thënë fut një përqare mbrënë në parti, në primare. Do njerët i thu që këta nuk do të hynë në primare, tjerët do hynë. Ku ka ndodhur kjo? Kush eksperimentet tilla do janë të destinuar të çojnë në dështim. Pastaj merë, pastaj fut, qatë duash, jo për mi marë, mis mi marë, po do të marë me i kishe, se syre për të fitu. Kështu është e vërteta.